Pas Greqisë dhe Bullgaria kushtëzon integrimet evropiane të Maqedonisë. Ministri i jashtëm bullgar Nikolaj Mladenov në një prononcim për mediat bullgare ka deklaruar se pa kapërcimin e problemeve mes dy vendeve, Maqedonia nuk mund ta konsiderojë mbështetjen bullgare. Mladenov si kusht kërkon heqjen nga librat shkollor të pjesëve që kontestojnë historinë bullgare. U takova me ministrin Popovski në New York. Patëm bisedë të gjatë, por nuk ka nevojë të debatojmë dhe më tej. Kemi nevojë për rezultate tani. Maqedonia konsideron mbështetjen nga ana e Bullgarisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kjo mbështetje gjithashtu varet nga raporti i Komisionit Evropian për Maqedoninë, sipas të cilit do të vendoset për 1 muaj e gjysmë. Është e qartë sikur kristali se është e pamundur që për 1 muaj e gjysmë nga librat e tyre të heqin përmbajtjet sipas të cilëve Bullgaria e ka pushtuar Maqedoninë pirine, pas të cilës është ndarë shteti dhe populli i tyre. Por ministri i jashtëm Nikola Popovski në mënyrë të prerë tha se historia duhet t'u lihet historianëve. Konsideroj se arritëm një marrëveshje të saktuar rreth tezës që historia t'i lihet historianëve. Mendoj se nëse i përmbahemi këtij parimi, mund të sigurojmë nivelin më të mirë të bashkëpunimit. Ndërkaq rreth refuzimit nga ana e ministrit të jashtëm bullgar të ftesës për ta vizituar Shkupin zyrtar, Popovski u kundërpërgjigj se vetëm përmes komunikimit mund të kapërcehen dallimet dhe të kultivohet mirëbesimi mes dyja vendeve. Shkëmbimi mes ministrave të jashtëm apo përfaqësuesve politik të vendeve fqinje është diçka për cilën punojmë të gjithë dhe që do të duaj të reflektojë marrëdhëniet që janë në nivel të shkëlqyer mes qytetarëve dhe bizneseve mes dy vendeve. Nuk mendoj se ka diçka të keqe në komunikimin e rritur. Përkundërzi, mendoj se komunikimi i shtuar mund të rritë nivelin e mirëbesimit dhe mundësitë për bashkëpunimin më të madh në të ardhmen. Sofia zyrtare në periudhën e fundit ka shpërsuar retorikën ndaj Shkupit. Së fundmi, krerët shtetror bullgar kanë kritikuar vendin se udhëheq politikë diskriminuese ndaj bullgarëve që jetojnë në vend, por dhe biznesmenëve bullgar. Por këto pretendime janë kundërshtuar nga autoritetet e këtueshme, sipas të cilave Maqedonia është e përkushtuar për ndërtimin e raporteve të mira me të gjitha shtetet fqinje.